Hoqi i qafe 11 burra të moshuar për pasurinë dënohet vejusha e zezë e Iranit. Një nga rastet më të errta të vrasjeve seriale në Iran ka tronditur opinionin publik. Kalshoum Akbari, e njohur në mediat iraniane si vejusha e zezë, është dënuar me vdekje pasi u shpall fajtore për vrasjen e 11 burrave të moshuar dhe një tentative vrasjeje. Sipas hetimeve, aktiviteti kriminal i gruas dyshohet se ka zgjatur për më shumë se 2 dekada, që nga fillimi i viteve 2000 deri në arrestimin e saj në vitin 2023. Viktimat e saj ishin kryesisht burra të moshuar, shumë prej tyre të ve ose persona që jetonin të vetëm, pa të afërm të ngushtë pranë tyre. Akbari dyshohet se fitonte besimin e tyre, martohej me ta dhe më pas, brenda një periudhe të shkurtër i helmonte. Ajo ka rrëfyer të paktën 11 vrasje, ndërsa gjatë marrjes në pyetje thuhet se ka lënë të hapur mundësinë që numri viktimave të jetë edhe më i madh. Nuk e di sa njerëz vrava, ndoshta ishin 13 ose 15 persona, nuk mbaj mend saktësisht, citohet të ketë thënë ajo. Sipas autoriteteve iraniane, Akbari përdorte një kombinim substancash përfshirë qetësues, ilaçe për diabetin, alkool industrial dhe preparate të tjera. Substanca dyshohet se u jepte drejt për drejt viktimave dhe i përzjente me ushqime dhe pije si supa dhe çaj. Pas konsumimit të tyre, burrat fillonin të shfaqnin simptoma të rënda, përfshirë të përzjera, humbje të vetdijes dhe vështirësi në frymarrje. Duke qenë se viktimat ishin të moshuar dhe në shumë raste kishin probleme shëndetësore, përkeqësimi i gjendjes së tyre shpesh i atribuohej moshës dhe sëmundjeve ekzistuese. Në disa raste, ata u trajtuan në spitale për probleme të zemrës apo diabetit, edhe pas vdekjes familjarët dhe mjekët dyshuan për shkaqe natyrore. Fakti që viktimat jetonin në qytete të ndryshme dyshohet se ndihmoi Akbarin të shmangte dyshimet për një periudhë të gjatë. Rasti doli në dritë në vitin 2023 pas vdekjes së bashkëshortit të saj të fundit, një 82 vjeçar. Përpara se të ndëronte jetë, i moshuari u kishte treguar fëmijëve të tij se Akbari e detyronte të merrte ilaçe për zemrën dhe tensionin, pas të cilave ai humbiste vazhdimisht ndjenjat. Pas vdekjes së tij, familjarët u drejtuan policisë dhe kërkuan hetim. Akbari u arrestuan në shtator 2023. Hetuesit zbuluan se ajo ishte martuar me disa burra të tjerë dhe se në shumë raste martesat ishin pasuar nga vdekja e tyre. Hetimi u zgjerua edhe tek vdekje të tjera të ndodhur vite më parë. Autoritetet kryen zhvarrime dhe teste të reja toksikologjike, ndërsa në gjykatë dëshmuan edhe mjek që më herët i kishin konsideruar vdekjet si natyrore. Një element i rëndësishëm i çështjes është përdorimi i sighe, një formë martese të përkohshme njohur nga ligji shit në Iran. Sipas hetimeve, Akbari dyshohet se përdorte këtë institucion për të fituar akses në jetën private, shtëpitë dhe financat e burrave të moshuar. Ajo dyshohet se i bindte disa prej tyre të transferonin prona ose automjete ndërsa ishin ende gjallë, ndërsa përfitonte gjithashtu akses në pensionet dhe kursimet e tyre. Të paktën disa prej martesave ishin të përhershme, duke i dhënë asaj të drejta më të forta ligjore mbi pasurinë. Sipas autoriteteve nga bashkëshorti i saj fundit, ajo kishte marrë një prik prej 5 miliard rialësh, rreth 102.000 euro para vdekjes së tij. Gjykata e shpalli Akbarin fajtore për 11 akuza për vrasje të qëllimshme dhe një akuzë për vrasje të mbetur në tentativë. Në sistemin juridik iranian, në raste të tilla një rol të rëndësishëm luan edhe vendimi i familjeve të viktimave në bazë të parimit të qisas. 10 familje kërkuan ekzekutimin e saj, ndërsa një familje zgjodhi kompensim financiar të njohur si dyja ose para gjaku. Si rezultat, gjykata dha 10 dënime me vdekje, ndërsa për vrasjen e mbetur në tentativë u dha edhe një dënim prej 10 vitesh burg. Gjykata urdhëroi gjithashtu konfiskimin e pasurisë së saj. Avokatët e Akbarit kishin kërkuar një vlerësim psikiatrik, duke ngritur dyshime për gjendjen e saj mendore. Gjykata hodhi poshtë argument duke vlerësuar se mënyra afatgjatë dhe metodike veprimeve të saj përpjekjet për të fshehur vdekjet dhe motivi financiar tregonin planifikimin e qëllimshëm. Vendimi mund të apelohet përpara se të bëhet përfundimtar. Çështja ka shkaktuar reagime të forta në Iran, jo vetëm për numrin e viktimave dhe kozgjatjen e dyshuar të krimeve, por edhe sepse Akbar
është një nga rastet e ralla të një gruaje të akuzuar për vrasje seriale. Rasti ka rikthyer gjithashtu në qendër të debatit martesat e përkohshme, shfrytëzimin ekonomik të moshuarve dhe rrezikun me cilin përballen personat që jetojnë vetëm ose nuk kanë familjar pranë. Me plakjen e popullsisë iraniane, autoritetet dhe ekspertët kanë ngritur shqetësime gjithmonë dhe më të mëdha për mbrojtjen e të moshuarve nga abuzimi, mashtrimi apo shfrytëzimi financiar.